Miq Prizmës, në gjithë të marrëzi, sidomos të rrjetit, Facebookut, të një ashpërsie në të folur, në të uruar, në një kriminalitet facebookist, absolutisht kriminalitet Facebook, lumë dora, Avni Rustemi i ri, duhen vrarë gjithë, e ka pas hak, halal, nxirreni nga burgu, me sasi impresionante, po sidomos të Facebookut, jo të gjithë njerëzve, ka një të vërtet madhe. E para është një popull dhe një shoqëri e cila ka merituar në mënyrë tragjike dhe diktatore. Ka merituar në mënyrë tragjike dhe Sali Berisha, e meriton në mënyrë tragjike dhe këta që janë sot. Është një shoqëri e dalë kompletament që të shmendur, e cila justifikon vrasjen, vdekjen. E justifikon duke e ditur që i ka bërë gabimet vetë. Duke mos menduar 2 herë që vrasja është gjithmonë krim. Që vrasja është një akt brutal, kriminal, i cili nuk mund të justifikohet, as nuk mund të nuk e di si ta them tash, as mund të ngrihet lapidar. Është delir kur shkruan edhe flet shumë mirë, por në Facebook ja që e kanë këtë guxinë. Duhet patjetër ligji që ku shkruan kështu dhe ka ftyrën e identifikohet duke thënë që mirë bën që e vran, duhen vrarë dhe tjerët, duke kërcënuar për vrasje, duhet i kapi ose gjoba ose ligji me burg. Duke mos ditur asgjë për çfarë shkruajnë, duke pasur vetëm padrejtësitë e kohës, sigurisht, të pronës, të ardhura prej kohës, dhe duke i shprehur ata me vrasje, me krim, me kriminalitet. Sasi impresionante e njerëzis, të cilët të lëshonin delirin e tyre me një kënaqësi makabër, ja ka bërë mirë. Duhen vrarë dhe të tjerët. Të lumë pushka, të lumë, të je hero, e të mërshme, jashtëzakonshme. Ky është momenti i Facebookut edhe i momenti i shoqërisë, një moment i shoqërisë, jo e gjithë shoqëria kështu. Sigurisht që nuk është e gjithë shoqëria kështu. Po ama është një pjesë e shoqërisë që justifikon edhe Enver Hoxha, edhe kryet diktatorin, kriminalin. Sepse ju thoshte sa të vrit në njëri tjetrin, ju vrasun të gjithëve. Pa drejtësisë të tij, këta si kanë bërë asgjë. Këta kanë pritur Facebookun që t'i bëjnë ditirampe Enver Hoxhës. Kanë pritur Facebookun që të shfryjnë në Facebook, të hanë sa të munden. Edhe duhet thënë mut qelbësin të nxjerrin nga goja duke uruar vdekjen e njerëzve, cili do qofte ai. Duke mos ditur absolutisht asgjë për sa i përket procesit. Kriminal të Facebookut, të cilët sigurisht duhet përballen me ligjin. Edhe ata të gjithë që marrin guximin në shpërdorimin e lirisë dhe kësaj farë demokracie këtu kene, demokraci të qelbur, që i bjen era shit i bjen edhe asaj era mut i bjen. Kësaj lloj demokracie që kemi, e cila lejon që ti urosh vdekjen tjetër, bile, jo vetëm ti urosh, po të nxitës vdekjen, të nxitës marrjen një armë edhe të kryesh aktin e vrasjes, krimit. E çfarë dallimi kanë këta nga ai që ka kryer krimin? Çfarë dallimi kanë këta maskaret Facebookut, ata qelbanik të Facebookut nga ai që ka kryer aktin? Çfarë dallimit kanë? S'kan asnjë dallim, vetëm se nuk e kanë kryer. Shumë mirë mund ta kryejnë edhe këta, por nuk kanë bërë, atë ai kishte. I ku truri dhe e bëri. Njësoj janë edhe këta. Dhe tash po dalë aty ke tema. Çfarë din këta maskarej? Mjafton të ditë vetëm një dokument, një pronësi, po as një dokument nuk ka dalë. Një dokument i vilajetit Shkodrës. Dokument Osman. I kohës hyrjetit, s'pakut, mas 1908-ës. Që vërteton pronësin për një terren, për një tokë, për një truall. As një dokument i tillë. Një dokument i shtetit shqiptar, i Bashkisë Shkodrës nga 1913 deri 1920. Në kohën e guvernatoriateve, dhe atëherë janë bërë regjistrime. Është bërë nga austriakët 1917 dhe janë lënë Bashkinë e Shkodrës dhe në kadastër. As një dokument i tillë. Dokumenti i shtetit shqiptar nga 1920 deri 1928, kur u shpall monarkia. Një pronësinë e tokës me truallin.
sidomos Shkodër. Shkodër i ka pas të gjitha të regjistruara. Në Shkodër dini dhe sa kumlla kënë bache, jo mod teritorin. Rrethues të mureve dhe të pronës. Jo vetëm Shkodër, por edhe në periferinë e saj, të xharëve të Shkodrës, të pronarëve të saj. Një dokument vetëm ta nxirrte kjo familje. Një. Thotë ky është dokumenti. Kjo familje e rënë nga Dukagjini. Një dokument vetëm, një. Një dokument monarkisë. E regjistrimi i 4, fantastik, regjistrimi i vilajetit 1886-87, i vilajetit 1995-96, i vilajetit, po sidomos kohën e hyrjetit 1908, 1909, 1910, 1916-17 të Austro-Hungarisë, 1921-22 shtetit shqiptar në Shkodër, 1926, 27, 28 të shtetit shqiptar, dhe 1930-31 të monarkisë shqiptare, mbretërisë shqiptare, të shkruar në të gjitha përmbajtjet që kishte deri atje, mbretëria shqiptare. Doni më edhe një regjistrim vitit 1942, në kohën e fashizmit, mbështetur mbi dokumentet e dikurshme, për një pronësinë e tokës, truallit dhe shtëpive, në kohën e fashizmit. Doni më, një dokument prej tyre, një, pse se nxorën një, edhe i myllin gojën gjithëve. Dhe ta thonë, vrite, bjeri, kush të vrasin e bjeri? Gjenshtarët, maskaret, uzurpatorët, zaptusit. Kush prej tyne? Cili prej tyne? Pse se nxjerrin një dokument tillë? Po ta nxjerrin këtë dokument, i myllët goja të gjithëve. Të gjithëve, absolutisht, një dokument prej këtyre që sapo përmenda. Një vetëm, me emrin dhe me emrin e familjes. Dhe myllin gojën gjithë. Do një dokument tjetër. Dokumentat e vitit 1946, reformat agrare deri në 50. Ku vërteton pronësinë për mbi tokën dhe pastaj largimin e pronësisë për mbi tokën dhe dalin tokën për dorim. Po që dokumenti është i qartë, i bazuar mbi dokumentat e tjera. Dhe i lënë në kadastër të Shkodrës edhe të shtetit shqiptar. Edhe këtë po ta nxjerrin, do të ishte një kryevepër, po asnjë prej këtyre dokumentave nuk del. Asnjë. Sepse s'kan pronësi. Se s'kan pas mundësi të kenë pronësi, kanë vetëm gënjeshtra. Gënjeshtra që ja mësoi Sali Berisha 1992-93. Gomarrëqet e bashkisë Shkodrës me veprimet më absurde, që nuk janë bërë vetëm bashkim Shkodrë, po janë bërë gjithë bashkitë e Shqipërisë në këtë rompallhan të shëmtuar politike. Që ktheu uzurpator, zaptues, pushtues tokas edhe shtëpias në njerëzit e lavdishëm të partisë, se mbanin partinë e Sali Berishës në kamp, e furnizonin me kështu gjakun vrasës. Ta vran gati njëri tjetrin për pronën e tyre, partinë, jo mos vrasin njerëzit e tjerë në përgjigje dhe gjykatës. Imagjinoni tash ato majmun të njerëz neandertalas të rrjeteve dhe Facebookut, duke mallkuar dhe duke kërkuar drejtësi, pa drejtësinë më të madhe. Duke mos nxjerrë një dokument, duke majt një dosje blu, 3 vjet as ngjyrën e dosjes, 4 vjet as ngjyrën e dosjes nuk ndronin. E thonë, këtu i kam gjithë letra, çfarë letrash? Nxjerr dokumenti kryesor, pronësinë për mi tokën, për mi trollin. Cil tokë ke ti në Shkodër? Një nxjerrë. Një për atyre që përmenda, asnjë nuk kanë. Dhe tash i kanë vetëm Facebookun dhe vrasësit e tjerë në Facebook, trimat e tjerë të Facebookut, që e bëjnë Avdin Ostemi, që e bëjnë heroe, që duhet vritë në gjithë drejtësinë, gjithë gjykatësit, gjithë prokurorët duhen vrarë sipas tyre, se janë burra më të mirë këta, që gënjejnë gjithë ditën, kam toka këty, toka këtej, toka ande. Kush ja bani tokat këtyre? Nxirre një dokument, një dokument nxirr. Nuk është pronësia për mi fjalët, për mi Facebookun. Nuk vendos Facebooku prona. Po i vendos tapia, e drejta për mi tokën me vulë dhe thirr. Që ose e ke bler, ose e ke trashëguar. Dakord, neandertalas, vrasës.